A jam unë mosha që thot zyra e gjendje civile, mosha që shpirti im thot se mund të jetë, mosha që shumë njerëz guxojnë të thonë, apo mosha që i bën njerëzit të palumtur. A jam unë mosha që gratë e thonë, mosha që gratë do të donin të isha, mosha që nuk ka rëndësi për askën, apo mosha që askush nuk e meriton. Çfarë rëndësie ka sa vjeç je, çfarë rëndësie kam parat që ke, çfarë rëndësie ka mosha jote e vërtet për ty, për sa kohë që nuk jeton vetëm për të përkesh. Mos e jeto jetën tënde vetëm për të grumbulluar pasuri, i lumtur me çfarëdo pak ose shumë që ke. Kur vdesim nuk qojmë asgjë në jetën e përtejme, madje edhe korta jone identitetit shkon në plera ose mbetet te dikush tjetër. Mosha e vërtet qëndron në gëzimin e të jetuarit, vërtet në dashuri, pa ushtirur si aktore në aftësi, për të falur paqen gjykatës në mençurinë e të jetuarit, gjithmonë i ri dhe i lumtur. Mos e jeto jetën tënde vetëm për të grumbulluar pasuri, i lumtur me çfarëdo pak ose shumë që ke. Kur vdesim nuk qojmë asgjë në jetën e përtejme, madje edhe korta jone identitetit shkon në plera ose mbetet te dikush tjetër. Ne jemi në moshën që mendojmë se jemi, nuk ka rëndësi sa vite kemi jetuar, nuk ka rëndësi sa ditë kalojnë pa para lajmërim, por lumturia që mund të festojmë çdo ditë. Mos e jeto jetën tënde vetëm për të grumbulluar pasuri, i lumtur me çfarëdo pak ose shumë që ke. Kur vdesim nuk qojmë asgjë në jetën e përtejme, madje edhe korta jone identitetit shkon në plera ose mbetet te dikush tjetër.